Jemi rikthyer drejt për së drejti pa humbur kohë, shkurtimisht ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. I ndjek. Në mbledhjen e grupit parlamentar të kësaj të hëne, socialistët vendosën të ngrenë komision të posaçëm për reformën zgjedhore dhe për reformën territoriale. Kreu i grupit Auland Balla tha se këto dy nisma do t'i paraqiten kuvendit sot. Për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, Partia Demokratike ka vendosur të u propozojë aleatëve të mbështesin kandidaturën e Florian Binait përballë socialistëve të cilët kanë Manastir Liu, një emër me peshë politike. PD ka preferuar artistin komik që dikur imitonte Ramën. Priten emrat për garën në 5 bashki të tjera. Samiti I procesit të Bërdo Briunit ka nisur punimet në Golem të Durrësit. Presidenti Bajram Begaj, si drejtuesi I samitit ka pritur liderët e Ballkanit Perëndimor, ndërsa në fjalën hapse ai mëshoi rëndësisë së bashkëpunimit rajonal si një faktor kyç për integrimin në Bashkimin Evropian të vendeve që janë në proces antarësimi. Ekzekutohet në Ekuador shqiptari Artur Tushi, 44 vjeç. Sipas mediave atje, autori me motor ndaloi pranë shqiptarit, e pyeti për emrin dhe I qelloi. Autoritetet arrestojnë vrasin me pagesë, I cili dyshohet se kreu një vrasje për larje sapesh. Mes bisedave në Sky ECC të zbardhura në dosjen e prokurorisë së posaçme për grupin e Avdylajve dhe Rumit të Shijakut, zbulohet edhe një komunikim I babait të Andi Malokut, I vrarë në atentat ndaj ish prokurorit Arjan Doja. Për hakun e të birit, Genci Maloku kërkon të vrasë një antar të fisit të Redian Rajës, ky I fundit I dënuar për jetë për këtë atentat. Por në komunikimet mes tyre, Rumi I Shijakut I thotë se është turp me vrap pleq dhe gra.